Tu jam në guest house-in, pra në shtëpinë e miqve ose të shërbimit të një vile të mrekullueshme, të 1700-s, një prej vilave më të bukura të veriut italisë, në një prej liçeneve të famshëm italian, pronë e një shqiptari. Shqiptari arriti të bindë pronarin, e kam thënë në çdo pjesë, që t'ia shiste këtë shtëpi kur ai kishte refuzuar disa nga blerësit kryesorë, midis Silvio Berlusconin apo Roman Abramovicin, është shumë pranë shtëpisë Berlusconi dhe ai vendosi t'ia shesi një shqiptari nga Kosova, i cili është biznesmen zvicër. Kjo është pjesa e guest house-it. Shqiptari qëndroi 5 orë, pra kjo është doma, kjo është shtëpia ku rrinë njerëzit e shërbimit, shoferët, ndihmësit ose miqt. Kjo është pjesa e parë, do shoh sa prej tyre janë të hapura tani se pronari më ka ftuar. Është një pjesë, e gjithë shtëpia është me vepra arti. Shifeni, një vepër japoneze, një tjetër japoneze, ja këtu që ka një zyrë, ndërkohë që duke ecur në këtë drejtim, këtu ka një mini kuzhinë, këtu pas ka një dhomë gjumi, do t'i gjejë gjitha, dhomë gjumi me oxhak. Pra kjo është dhoma, do të thënë, shtëpia e miqve ose shërbyesve të vilës. Ka një mini kuzhinë këtu, eci në anën tjetër, prap një pasqyrë fantastike, një konsol e cila është origjinale e vilës, me të gjitha veprat që ka mbi të, pasqyra, dhe në pas shkon në një tjetër ambient ku janë banjat, që duhet jenë banja për servisin pra. Ka një dhomë gjumi këtu që ishte e zënë për momentin. Dhe besoj edhe një dhomë këtu. Është në këtë drejtim. Hecë për para. Tani po dalë në pjesën e jashtme të vilës dhe do ju kthehem në katin e dytë. Shihni sa e bukur është. Jam duke shkuar në katin e dytë të vilës së shërbimit, pra guest house. Shihni sa e bukur është kjo pjesë. Kjo është një shtëpi që ka mbi 15 dhoma dhe janë vetëm për personelin e shërbimit dhe duhet që i dritat. Kjo është pjesa e hyrjes qendrore të guest house-it. Ka 2 drejtime, një është këtej, një është në këtë drejtim. Shpresoj të jenë në drejtimin e duhur. Këtu është një set me një dhomë gjumi, një prej, thash ka rreth 15 dhoma sipër dhe poshtë vila. Shifeni, edhe pamja nga guest house-it duhet jetë fantastike, shifeni. Si çfarë pamje të oborrit që ka, me pikturat origjinale. Me banjën dhe me dhomën tjetër, është një dhomë e vogël në fakt, e cila të çon në dhomën e ndenjes, që ka një prej pikturave më interesante dhe më të ralla të gjithë vilës, pikturë me i vlerë të jashtëzakonshme, kush mund ta njohë. I takon një prej piktorëve më të famshëm amerikan, pjesën e ndenjes. Pra kjo është një paradhom, një dhomë ndenje, edhe kjo me një pamje shumë bukur të vilës. Shifeni oborrin. Dhe e cila të çon më pas në dhomën e gjumit. Shifeni çfarë pamje ka, thash. Kjo është dhoma e njerëzve që shërbejnë në vilë.
dhe futesh në një mini kuzhinë që është ruajtur paka shumë siç ka qenë, edhe kjo ka një pamje të bukur. Do vazhdoj më tutje me pjesën e shive me gjitho gjakun e saj original, pjesën mbajtëse, ndoshta mund të dalë prej këtej. Apo, mund të dilkam dhe nga kjo pjesë e dytë për të vazhduar më tutje. Të 4 pikturat këtu, se nuk duket mirë, janë pikture japoneze shumë interesante, shumë të ralla, edhe këtej, edhe pjesa e sipërme, që është, ndërkohë po vazhdoj në këtë drejtimin këtej, ku isha që parë. Këtej është një tjetër dhomë gjumi, edhe kjo paska dhe një ambient shtesë, më zgaboj, apo duhet ketë një mini zyrë, po. Ka një mini zyrë, ku janë vendosura dhomat e vogla të shërbimit, të për të njerëzve që punojnë në vilë, me vëcën, dhe mi dhomë tjetër me krevat dysh. Ndërkohë që në këtë drejtim, është, duhet hapë gjithë dyert se nuk e di që janë. Këtu shkoke në bodrum, në katin e poshtëm, ose ngjitesh në katin e sipër, që s'po ngjiten tani ku janë disa dhoma tjera. Shifë si kanë bërë shkallët në vitin 1700 pas një mbështetje. Për shkalla është e gjitha nga lart poshtë pas një mbështetje dhe vijon prap lart pa mbështetje. Ndërkohë, po hy tani te kjo derë këtej, edhe këtu që nga një kuzhinë, nuk e di qa ka, një tjetër dhomë gjumi. Jo që nga 2 dhoma gjumi, këtu hecë se zbulo dhoma gjumi, shifeni, edhe këtej një tjetër dhomë gjumi. Është pjesa e banjës, dhe këtu kishte një pamje të rrallë, sepse po të hapje këtë, mund të shihje pjesën e poshtme, shifeni, ku mbahen mjetet e punës që mirëmbajnë kopshtin, dhe më tutje është pas asaj dritareje, është kopshi ku prodhohen jeshillëqet për vilën, mbyll tashti, po dalë prap, është vetëm një nga, do më thënë janë nuk e di sa dhoma dolën këtu, vetëm në këtë pjesë, prite këtu që nga interesant për të parë nga pjesa e oborrit. Ka këtë pamje fantastike. Pra jam duke dalë, kjo është shtëpia që duhet jetë ndoshta me 1000 metra, që është thjesht shtëpia ku rrinë njerëzit e shërbimit. Pra imagjinoni, kjo është shtëpia e njerëzve të shërbimit dhe edhe kjo ka piktura origjinale me vlerë prej milionash, një po zbres shkallët, se ky ishte kati 2, ka dhe një kat të 3, pra po themi, të shtëpisë, edhe po dalë në pjesën e jashtme të oborrit. Dhe dalë prapë në rrugë ku është dera e vilës, atje në fund, dhe vila në anën tjetër. Praktikisht, kjo ishte shtëpia e miqve, pra, shifeni. Shtëpia e miqve. Ndërkohë, kjo është pjesa tjetër. Shtëpia, dhe po kthehem prapë në qendër, për t'ju treguar, kjo ishte një prej pjesëve, ndoshta e fundit, e një prej shtëpive më të bukura që kam parë, një prej shtëpive më luksoze me histori të rrallë. Pronari i saj
një shpikës që kishte patentuar shumë gjëra, e mbajti për shumë vite, vendosi të mos ja shes shumë prej personazheve që ja kërkuan, por një shqiptari që është pronar i saj dhe që nuk pranon të identifikohet. Shikoni pra dhe hyrja e vilës, ku ndodhet 3 flamujt i Shqipërisë, i Zvicrës dhe i Italisë dhe e gjithë vila e 1700-s.